Pylli sodës po shkatërohet çdo ditë edhe më tepër. Mushkëria e qytetit të Vlorës po dëmtohet, duke shkuar drejt shkatërimit, jo vetëm nga rrëzimi i pemëve të llojit pish, prerja e tyre për përfitime monetare, apo edhe te imbushja e territorit me mbeturina, por edhe nga erozioni. Erozioni i cili ndodh çdo ditë në Bregdet, anës pyllit të sodës, po glabëron çdo ditë edhe më tepër sipërfaqe toke nga pylli, duke bërë që të tjera pjesë të territorit që i shërbejnë prej dekadash qytetit t'i marrë deti, duke u përmbytur sot totalisht. Në zonën e plazhit të vjetër ofrohet qartësisht kjo situatë, e cila ndodh dhe pasqyrohet më qartë në ditët me mot të përkeqësuar. Dallgët që përplasen në Bregdet glabërojnë të tjera metra nga zona e pyllit, duke marrë përpara çdo gjë. Dallgët, moti i përkeqësuar, era e fortë, nuk kanë kursyer as pemët e llojit pish, duke rrëzuar për tokë me dhjetra prej tyre. Përgjatë Bregdetit të plazhit të vjetër, erozioni, forca shkatëruese e detit, dallgët e larta që përplasen në Bregdet kanë thyer, rrëzuar për tokë të tjera pemë. Madje shumë prej degëve dhe trungjeve të tyre kanë përfunduar në brendësitë të detit, duke bërë që kjo pasuri e qytetit, pylli sodës, të dëmtohet në të katërta anët. Kjo situatë vazhdon e tillë përgjatë gjithë Bregdetit, që prej nisjes të pyllit të sodës në plazhin e vjetër dhe deri në Zvërnec. Janë 10 kilometra të tërë Bregdeti në anë të pyllit ku mund të atakosh këtë realitet, me 10 pisha që dëmtohen çdo vit, si rrjedhoja e erozionit apo edhe forcës së detit, pisha që bien për tokë dhe mbesin më pas aty prej muajsh, derisa deti t'i bëjë si pjesë të tij. Disa prej tyre kanë në Bregdet të dëmtuara prej vitesh, duke dëmtuar habitatin natyror të mira gjallësave në Vlorë. Vlen të theksojë se në zonën pranë Bregdetit nuk ka patur asnjë aksion prej vitesh për largimin e drurve të dëmtuar, të rrëzuar për tokë, për mos të folur më pas për mbjelljen e pemëve të reja të llojit pish, ku nisma të tilla mungojnë prej dekadash, dhe të mendosh që kjo situatë është fare lehtë e zgjidhshme. Ekspertët këshillojnë në krijimin e brezave mbrojtës, në mënyrë që pylli të mbrohet nga erozioni, krijimin e barierave në pjesët anësore të pyllit të sodës, pse jo edhe prej betoni, në mënyrë që erozioni të ndalet, pishat mos të dëmtohen më. Realizimi i kësaj pune në pjesët që konstatohet se shfaqet kjo problematik, nga plazhi i vjetër deri në Zvërnec, është një projekt i cili nuk kërkon kosto të larta financiare në një qytet ku për fatin e keq po betonizohen kudo, ndërsa aty ku kërkohet shihet e nevojshme, aty pikërisht neglizhohet.